Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshirbërësit, paqja e lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam. Nderuar vëllezër, vazhdojmë me temën e 25, e cila është al-muslimu wal muhajir. Pra besimtari, muslimani dhe emigruesi. Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Alladhina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman kabira." Ata të cilat i dëmtuan me gjuhën dhe veprat e tyre, besimtarët dhe besimtarët, duke qenë këta pra të fundit të pafajshëm, atëherë dijeni se kanë mbajtur mbi supet e tyre një shpifje të madhe dhe gjuna të madhe dhe të qartë. Në hadithin që transmeton Abdullah ibn Amr ibn Asin radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot: "Qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani i mirë dhe i vërtetë është ai i cili është i ruajtur nga gjuha e tij muslimanët e tjerë, pra janë të ruajtur nga gjuha dhe dora e tij muslimanët e tjerë. Wal muhajiru, dhe emigruesi, man hajara ma naha Allahu anhu, emigruesi është ai i cili emigron ose them më mirë largohet nga ato gjëra që e ka ndaluar Zoti subhanahu wa taala. Pra në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën qartë një ato gabimet tona që shpeshherë ja lejojmë vetes, qoftë për shprehje, qoftë për shprehje pa kënaqësie, qoftë për shprehje dobësie tona njerëzore, që në përkambim me gjuhën tonë të tjerët, në mos prezencë, larg qoftë o Zot, apo duke i dëmtuar ata me dorën tonë. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, muslimanët vërtet ai që janë të ruajtur nga gjuha dhe dora e tij muslimanët e tjerë. Dhe muhajiri, emigruesi, është ai i cili largohet nga gjunahet. Në hadithin e Abu Hurairës anë Nabi sallallahu alajhi wasallam qala Rasulullah: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi." Pra muslimani i mirë është ai i cili janë të mbrojtur nga gjuha dhe dora e tij muslimanët e tjerë. Wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Kurse besimtari është ai i cili njerëzit i lënë amanet atij gjakun dhe pasuritë e tyre. Pra shikoni se si e ka quajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka quajtur mu'min, besimtar i vërtet, është ai i cili njerëzit lënë tek ai amanetin, gjakun dhe nderin e tyre dhe pasurinë e tyre, dhe i friksohet Zotit subhanahu wa taala, duke e dhënë ata, duke e ruajtur ata në formë dhe mënyrë më të mirë dhe duke e kthyer ata te Zoti i tij. Në hadithin e Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam: "Al-mu'minu man aminahu an-nasu wal muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi." Pra besimtari vërtet është ai i cili janë sigurt tek ai njerëzit. Kurse muslimani vërtet është ai i cili janë të ruajtur nga gjuha dhe dora e tij muslimanët e tjerë. Wal muhajiru man hajara as-su, dhe emigruesi është ai i cili emigron ndaj të keqes, pra rri larg të keqes, largohet nga e keqja. Walladhi nafsi bi yadihi, dhe pasha atë i cili ka ndorë shpirtin tim, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "La yadkhulu al-jannata 'abdun la ya'man jaruhu bawaqihu." Pra pasha të ndorë cilin ka shpirtin e Muhamedit, pra pasha Zotin, nuk do të hyjë në xhenet ndonjë dikush për sa kohë që nuk është i sigurt prej të keqes ti komshiu ti. Pa shikoni subhanallahu se çfarë hadithe shqortuese dhe kërcënuese janë këto. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që për shkak të dobësive tona, pa kënaqësive tona, urrejtjes, mirës apo të gjëra të ndryshme, interesave të caktuara, të hyjmë në hak vëllezërve dhe motrave tona, besimtarëve dhe besimtarëve, dhe në përkambim nderin e tyre me gjuhën tonë, dhe largo Zot ti dëmtojmë ata me dorën tonë. Lutim Allahun i falë gjunat dhe gabimet. Selamun alejkum wa rahmatullah.